Më tha Musa Hoxha Ibrahim, i biri Ibrahimi dhe Inaxhijes, arrestohet për argje propagandë, minimin e rrëzimin e pushtetit popullor. Unë isha aq naiv sa kur tha i për minimin, desha ta bind hetusin tim që unë s'kisha parë në min jetën time. Ndini një farë shpresë që dosha mos më kanë marrë gabim. Në Birut ku isha 1 muaj. 1 muaj vetëm se po lexoja fablën e Zopit, Gjinkalla dhe Bilingona. Edhe më ra muaj i shkurt, ishte 1 muaj i tmerrshëm dhe Biruta ishte e tmerrshme. Ne atëherë me ato literaturën që qarkullonte në kamp, po mundoja që mësosha çik frëngjisht, edhe kishim ca libra fillestar që na jepshin këta burgosmë që kaloshin në dorë, ishte fabula e Zopit, Gjinkalla dhe Milingona. Edhe unë po mundosha që të mësoja ca fjalë duke lexuar atë. Në këtë kohë një polis Pjetër Koka, që u është ky erdhi edhe një të ngrit aty në katë e tretë, krevatit ku flija unë dhe mi kapi këtë fabulën e Zopit, që ishte një libër shumë i vjetër e konsumuar, që kisha luar dorë për dorë. Bugu i Spaqet mund të kthehet në një muzeum që do të jetë edhe si ndërtesë edukimi dhe institucion edukimi për brezat që do të vinë. Edhe besoj se të gjithë ne që kemi qenë burgosur, ndoshta edhe pjesa tjetër civile të shoqërisë, duhet të kontribuojnë në farë mënyre për ndërtimin e këtij muzeumi, për ta mbajtur gjallë kujtesën e këtyre mira të burgosëve persekutuarve.